Në akuzë me njerë? Po, Zaktopuzin për një akuzë të shkurtër që do ta bëj për 2 minuta, qa shqetësimi ka që e ka shqetësuar një gjë e lezetshme? Cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo drejtoj ju kamerës? Në fakt, në shekullin e 14, dyndjet slave, ose më mirë zgjerimi perandorisë sërbe, me Stefan Dushan, bëri që në Shqipëri një pjesë e mirë e zonave të marrin toponime slave. Kjo ndodhi dhe në Greqi. Në fillim të shekullit të 19, në kohën kur ishte mbretëria e Zogut, bëri një ligj për të hequr toponimet slave dhe për të rikthyer emra shqiptar të këtyre zonave. Por ky ishte një ligj i vitit 1937, në 39-ën u pushtua nga Italia dhe mbeti si ligj. Nuk u zbatua dot, u bë vetëm pjesërisht. Me të ardhur pushteti popullor e abregoi këtë ligj dhe nuk e zbatoi për vetëm në arsye politike që lidhje që kishte me Jugosllavinë dhe tendencën për ta kthyer Shqipërinë në një republikë të shtatë. Kanë kaluar shumë kohë, kanë kaluar dhe 36 vjet tani, dhe kjo gjë duhet ishe bërë. Mund të marrë shembull Greqinë dhe Serbinë, të cilat me strukturat e saj, me Akademinë e Shkencave, arritën t'i kthejnë të gjithë toponimet që ishin turke, shqiptare apo arvanitese, t'i rikthejnë me dhunë në emër